populli shqiptar është ndër popujt më të vjetër të Evropës, mbi të cilin u vërsulën stuhi të shumta dhe rrallë mund të ketë ndonjë popull në botë që të ketë pasur pushtime dhe pushtues kaq të egër, që kanë njohur këto troje të banuara me iliro shqiptar. Edhe përkundër kësaj, siç shkruan Kemal Karpat, shqiptarët, populli më i vjetër i rajonit, që jetonin në sunduese dhe zotrin feudal të ndryshëm, e ruajtën nivelin e vetëdijes etnike. Emisioni Autokton ka trajtuar mjaft tematika të cilat kanë të bëjnë me shpërnguljen e shqiptarëve nga trevat e tyre. Këtë herë do të flasim për shqiptarët e Sanxhakut të Nishit. Sigurisht që kush më mirë se sa i nderuar i zoti Jusuf Osmani, një nga arkivistët më të vjetër dhe ulëmtuesit apo tekstshkruesit për historinë e shqiptarëve të Sanxhakut të Nishit. Kam në dorë një prej 7 vëllimeve të tij që flasim për shqiptarët në Sanxhakun e Nishit. I nderuar zoti Jusuf, ju falenderoj që pranuat këtë ftesë për të ndarë së bashku ca detaje të cilat kanë të bëjnë drejt për së drejti me shqiptarët. Faleminderit edhe juve që jeni interesu dhe sensibilizoni para opinionit botror dhe vendor këtë temë shumë të ndihshme, periudhën e dëbimit shqiptarëve, dhunën e terrorit që kanë pësuar në pas dëbimit, gjatë dëbimit nga Sanxhaku i Nishit. Zoti Jusuf, ne patëm një bisedë gjatë së bashku dhe ndam disa detaje për të cilat mund të them me plot gojën që ishin tronditse, sepse shumë prej nesh nuk e din të vërtetën e thellë të shqiptarëve të cilët janë dëbuar, asimiluar dhe larguar nga trojet e tyre, edhe për shkak të kësaj shtypje të fortë, na ka rastisur dhe realiteti që ne të kemi shkuar në Sanxhak, të kemi qenë pjesë e territorit të këtij vendi ose kësaj treve, të cilën le të themi që është dhe populluar nga shqiptar, por të cilët nuk flasin sot fatkeqësisht gjuhën shqipe. Dhe jo se nuk e kanë ruajtur atë, sepse ne kemi mundur që me kamerat e fshehta të sjellin për publikun shqiptar njerëz që flasin shqip dhe që tregojnë se në shtëpinë e tyre kanë fotografi pafund me plisa në kokë, gjyshrit, etrit e tyre, por në të vërtetë fëmijët e tyre dhe niprit dhe mbesat nuk e kanë ruajtur identitetin, pra gjuhën e tyre shqipe. Ju, kur e keni nisur ulëmtimin për shqiptarët e Sanxhakut të Nishit dhe çfarë keni dashur të tregoni me arkivimin e të gjitha materialeve të cilat ju i keni ulëmtuar vetë ndër vite? Kjo në historiografinë jugoslave ka qenë tabu temë. Askush nuk ka guxu t'i qaset kësaj teme. Mirë po një afërmimi doktor Sabituka, një historian i mirënjohur, ju qas kësaj teme dhe unë bashkëpunoja me te. Ai botoi 6 vepra për shqiptarët e Sanxhakut të Nishit. Unë pas shkurjes së tij në Amshim vazhdova ulëmtimet, por të bazuar në dokumente arkivore, kryesisht janë të proveniencës serbe, që kam ulëmtuar në arkiva gjatë kohës kur kishim qasje vitet e 80-ta, kur ishin një liberalizim në arkiva e tjerë në ulëmtime, dhe kam po edhe në arkivat e Turqisë, në arkivat e Ministrisë Punëve të Jashtme të Shqipërisë, në arkivin historik, dhe në arkivat kroate, në arkivat e angleze, Londrës, kuptohet, të Vjenës, dhe kam filluar të vazhdoj punën e doktor Sabitukës. Lexuesve ju intereson ku është Sanxhaku i Nishit. Është e vërtetë. Sanxhaku i Nishit ishte pjesë e vilajetit Kosovës. Vilajeti Kosovës ka përfshi një sipërfaqe prej jugut të Maqedonisë, sotme pjesë të Malit të Zi, deri në veri të Nishit, në vendbanimin Katon, një sipërfaqe shumë të gjerë. Në kuadër këtij vilajeti ishte një ndër ishte Sanxhaku i Nishit. Sanxhaku i Nishit përbëhej nga Kazat. Nga Kazat. Kazat e Prokuplës që është quajtur Urgup, Shëherkojit Pirotit, Leskovcit, Vranjes dhe Kurshumlis.
këto treva kryesisht ishin të banuar me popullat shqiptare. Shqiptarët jetonin në 760 vendbanime. 716 vendbanime, prej tyre 402 vendbanime të pastra shqiptare. Të tjera të përzira me elementin serb, turq në për qytete, ka pasur Çerkez, Rom, Bosnjak. Mirë po, duhet të kësur se shqiptar ka pas edhe në Pashallukun e Beogradit, në verit të Nishit. Deri në vitin 1000, pas kërngritjes së parë dhe dytë serbe 1804, 1812, deri në vitin 1826, ku ata dëbohen nga ajo pjesë dhe kryesisht vendosen në Sanxhakun e Nishit. Në Sanxhakun e Nishit kjo popullat kishte pasurit konsiderueshme, ara, livadhe, pyje, mullej, vreshta. Ato prona të gjitha kanë mbetur atje. Janë atje, pa kur nuk janë kompenzuar fare. Po të shkojmë sipas kronologjisë. Serbia me ndikimin, se atëherë Kongresin Serbia ishte principat, në ndikimin e Rusisë cariste, i shpall luftë perandorisë Osmane në dhjetor të vitit 1878. Me ndihmën e oficerëve dhe të paguarve nga shtetet tjera që ishin kyçur në këtë luftë dhe ndërsa ushtria Osmane ishte angazhuar në luftën e Plevnës, në luftë në Bullgari, atëherë e sulmoi Turqinë pjesën e Sanxhakut të Nishit. E gjeti momentin më të përshtatshëm për ta dhe momentin më të vështirë për popullatën shqiptare. Ishte dimri i ashpër. Dhe gjatë atij dimrit, sulmeve që filloi t'i marri gradualisht, t'i pushtoi, jo t'i marri, po t'i pushtoi, ato treva arriti të dëbëj popullatën shqiptare, përkatësisht muslimane. Por edhe të tjerë, se s'mund të dhëmë ka pas edhe turqë që tjerë. Dhe atë popullat e dëbëj në mënyrë të dhunshme. Duke dhunuar, duke vrarë? Ate që ka gjetë i ka vrarë. Por popullata ka hik me qerre, në dimër të ashpër, dhe shumë kanë vdekur gjatë luftës, gjatë hikjes, por edhe në udhëtimit. Llogaritse dhe se 70.000 persona janë vrarë dhe vdekur gjatë asaj periudhe 1877-78. Shqiptar. Dhe pas pushtimit, duhet përmendur se shqiptarët u organizu në mbrojtje. Thot në mbrojtje të familjeve dhe shtëpive të tyre. Por edhe forcat turke, por jo në mas të dur, por organizimi ndihma nga disa shtete perëndimore, nga Rusia, arriti që për brenda 2 muajve ta pushtoi tër atë territor. Territor më sipërfaqe prej 10.972 km². I pushtoi ato toka dhe i dëboj rreth 200.000 banor shqiptar. Ku vendosen ata? Ku shkon? Pjesa dërmuese u vendosen në Kosovën e sotme dhe në pjesën e Maqedonisë ka Shkupi, po dhe në pjesë të tjera. Dhe krijun lagjet e muhaxherëve, mahallet e muhaxherëve. Në Kosovë u vendosen në pjesën kufitare me Serbinë, sepse në vitin 1879 u caktu kufiri, një komision ndërkombëtar. U vendosen afër kufirit me shpresë se një ditë do të kthehen në pronat e tyre.
por nuk kanë arritur. Nuk ndodhi kur. Nuk ndodhi sepse me vendimet e Kongresit të Berlinit, ajo Serbia shpallet shteti pavarur dhe ato toka Mbeten aty. mbeten me vendimet Kongresit 195 dhe 9, kinsa ato prona do t'i shfrytëzojnë, do t'ju mbesin shqiptarëve ato shkruan të muslimanëve, por ato kur nuk janë kompenzu. Tër pasuria shqiptarëve ka mbetur dhe është Keq përdor. është uzurpu nga banorët vendas, por me njëherë, vitin 1880, 1879, por në vitin 1880 bihet ligji për kolonizimin e vendeve në thojza të posaçliruara. Popullata serbe erdhi në trevat shqiptare, përkatësisht në Kosovë si pushtuese. Këtu gjetën popullatën iliro-arbërore shqiptare autoktone, e cila jetoi shumë shekuj më parë pa ndërprerë në këto troje. Përkundër kësaj, pushteti serb kishte për qëllim dhe synim të përhershëm grabitjen e tokave shqiptare dhe zgjerimin e tyre. Serbia shpresonte që të shfrytëzonte rastin në rrethanat e krijuara për të pushtuar në tërësi, jo vetëm Sanxhakun e Nishit, por dhe Kosovën dhe tërë Shqipërinë bregdetare, për të dalë në detin e hapur. Garashanini të boj pjesë nga disa tekstet që qarkullonin aso kohe, duke këshilluar slavët e jugut që të përgatiteshin për shpartallimin e perandorisë osmane përmes bashkimit në një shtet të mëvetshëm, dhe jo duke ju bashkuar rusëve ose austriakëve. Fillon me të madhe të vinë kolonet serb e malazez nga viset e ndryshme, Mali Zi, nga Vojvodina, sepse deri në vitin 1912 ishte në Austro-Hungarin, Kroacia, vise tjera dhe ajo trev popullohet me popullat slave. Me popullat slave. Edhe sot vazhdon të jetë kështu? Pastaj ka vazhduar në Kosovë në periudhën pas vitit 1912. Atje mbesin disa familje që ju mundu t'i ruajnë pronat e tyre, ose kanë qenë dhe një martuar, dhe një familje martuar me të tjerë, por kryesisht ata për me i ruajt pronat, por gradualisht janë asimilu. Po ju thoni një sipërfaqe 10.970 kilometra. Sa banor ka pasur? Sa mund të themi nëse kanë qenë? Po thuhet se janë prej 250.000 deri në 300.000 banor. Të shpërngulur prej Jo, për shpërngulur rreth 200.000. 200.000. Ka thuhet se 150.000, por në burimet që kam gjetur unë rreth 200.000 banor shqiptar të bohen. Nga burimet që ju keni gjetur nderuar, sa të vrarë rezultojnë? Të zhdukur, të humbur, të vrarë? Ka dokumente, sepse armiku është munduar t'i fsheh. I fsheh dhe nuk e jap shifrën e caktuar. Dhe nuk pranon të ketë bërë krime të tilla, po. I kam mshef ato. Mirë po, në burime, në mesin e rreshtave, shifet se rreth 70.000 banor shqiptar kanë pësu. E sidomos të mitë. Të ikur gjatë dimrit tashmer, nonat ju kanë vdekur fëmijët në bark ose dhe të vegjën në djep? Në djep ose në gji. Duke i bartur. Se kam pjesa dërmusa me qere, me saja kanë hikur. Një pjesë nga Nishi kanë shku drejt për drejt në Turqi, pjesa tjetër në Lugin të Preshevës, në Preshev, Bujanovc, dhe një pjesë në Macedoni, varësisht prej teritorit që e kanë pas ma ofër. Në Kosovë kryesisht kanë qenë të Toplicës, sepse Toplica, Vetërnica edhe disa vende të tjera kanë qenë plotësisht të banuara me shqiptar. Edhe është quajt Arnautluk. Arnautluk do më thot shqiptari.
kur Shumlia, në dokumentet serbe, thot ka qenë qerë dhe shqiptarve, s'ka pas asnjë serb, sot janë të gjithë serb. Po, të gjithë. Edhe është për të ardhur keq në fakt. Noel Malcolm ka thënë në këtë libër se fundi i shekullit të 19 ka qenë një nga episodet më tragjik në Ballkan. Që ka të bëjë drejt për të drejti me këtë shpërngulje dhe dëbim të shqiptarëve? Për këtë, se shekulli 19 kuptohet kjo pjesa e dytë prej vitit, pjesa dërmuese e popullatës u shpërngul dhe psoj nga sulmet e forcave serbe, sepse organizuan edhe bandat serbe që të dëbojnë popullatën ajo që ka mbetur. Ajo që ka mbetur. Ka mbetur kjo pjesa e Medvegjes, është Treva e Jablanicës, sepse një pror ushtarak turk kalon në onën e serbëve dhe ai shpëton atë popullat që mos shpërngullet. Një kohë mbesin rreth Masuricës, ajo pjesa rreth Vranjës, Leskovcit, mbesin disa fshatra, por vazhdon presioni dhe ato në vitin ato fshatra, popullata atyre fshatrave në 1880 detyrohet të dëbohen. Pleqt, thot kanë vdekur për mall të Toplicës, Sanxhakut, Nishit, pleqt, dhe kanë shpresuar që të kthehen, por kur nuk u realizua ajo dëshira e tyre. Madje as varet e tyre nuk ndodhen aty. Ata menjëherë pasi pushtohet ajo pjesë, fillon rënimi i objekteve të trashëgimisë kulturore islame. U rënun të gjitha xhamiat, përveç një që ka mbetur në Nish. U rënun teqet, u rënun sahatkullat, karavansarajet, çdo gjë që ishte Kishte të bënte nga shqiptarët. Nga shqiptarët, vetëm thot nuk i kanë rënu urat, që ju kanë ishin ndërlidhse, ndërlidhse. Të gjitha i rënojnë, që i rënojnë edhe shtëpit, lagj të tëra, kinse për urbanizëm ose janë të rrezikuara, përmenden dokumentin Nish. Do të thonë çdo gjë që ka qenë shqiptare, vorrezat rrafshohen, nuk dihet ku janë vorrezat, i shndrojnë edhe të thot në fushat sportit, ma vonë ndërtojnë edhe objekte të ndryshme. Edhe varrezat i zhvarrosin? I rrafshojnë për tokë. Hiç nuk i zhvarrosin, por i rrafshojnë për tokë. Mbi vorreza ndërtojnë objekte. Domethënë tër ajo që ka qenë e mbetur nga popullata shqiptare është rënu, pronat janë tjetërsu. Aty këtu ka mbetur ndonjë familje, sepse në kohën e kryeritjes parë dhe dytë serbe, serbet japin urdhër. Thot, shqiptarët, muslimanët ai thot, duhet për të mbetur në Serbi, duhet ta ndrojnë fenë. Ta ndrojnë fenë dhe të marrin fenë krishtere. Edhe të deklarohen si jo shqiptarë. Kuptohet të ndrojnë fenë, kuptohet edhe kombin, nëse ata që nuk e ndrojnë fenë, duhet të regjistrohen si rom. Si rom. Si rom. E që edhe këta që nuk pranojnë këte, të dëbuhen me dhunë. Që nga viti 1844, kishin përpiluar vetë qeveria serbe. Institucionet e ndryshme shkencore, individ, shtabet ushtarake, kisha serbe dhe të tjerë, që tokat shqiptare të pushtoheshin dhe më pas të kolonizohen me elementin slav. Pushteti serb, për të realizuar këto projekte,
Dhe më thëmë pushtimin e tokave shqiptare, intensifikoi veprimtarinë diplomatike. Për këtë qëllim, monarkia serbe intensifikoi edhe shtypin, publikimet dhe aktivitetin shkencor, nëpërmjet të cilave synonte t'i binte një mbështetje gjoja historike shkencore politikës grabitqare pushtuese të borgjezisë serbo-madhe ndaj tokave shqiptare. Ajo ka bërë falsifikime dhe glorifikime. Përkitazi me këtë, në një rast, shkrimtari serb Milan Miličević, në ditarin e tij, në vitin 1871, ka shënuar që në pjesën më të madhe nuk është publikuar. Nuk munden pasardhësit tanë të dinë të vërtetën për ne, sepse asnjëherë nuk ua tregojmë. Për atë ne asaj po ikim. Ne po e zgjedhim llogarinë tonë momentale. Ju thatë se keni bërë hulumtime dhe jeni duke vazhduar së tepërmi për ta nxjerrë në dritë shpërnguljen e shqiptarëve. Çfarë lidh Turqinë ose disa qytete, fshatra, provinca të Turqisë me shqiptarët? Është një temë shumë e dhëmshme. Më dëbu nga vendlindja, nga ku ke i lind, i rrit, me lënë të ratë pasuri, me hikur kom, E të lësh historinë e të parëve të tu, varret e gjyshërve. Pjesa dërmuese vendoset në Kosovë. Mirë po pasi pushtohet Kosova nga forcat serbe, edhe një pjesë dërmuese këtyre muhaxherëve shpërngullen në Turqi. Unë jam duke vazhduar hulumtimet për shqiptarët në Turqi, vendbanimet me shqiptarët në Turqi. Nëse mund ta themi për autoktonë dhe për publikun shqiptar dhe shqiptarët kudo që ndodhen në botë, çfarë keni arritur të hulumtoni deri më sot me shqiptarët që janë zhvendosur në Turqi? Shumë interesant është me studiu ata. Në për qytete, vendbanime të mëdha, ku ka qenë të përzier me popullatën vendase, ose popullat tjetër, gradualisht e kanë humbur gjuhën, e kanë humbur dhe pasardhësit nuk dinë gjuhën shqipe. Mirë po e dinë se kanë prejardhje shqiptare. E pohojnë këtë? Po, e pohojnë. Mirë po ka fshatra të pastra shqiptare që edhe sot i ruajnë adetet dhe zakonet shqiptare, të gjitha traditat. Për shembull, prej lindjes deri të martesat, fejesat, ceremonitë e vdekjes, mortore e tjera. Unë ishe në një fshat Kapjazi, afër Niksarit Tokat. Kapjazi, që përbëhet prej 9 lagjve, mahallëve, dhe aty të gjithë janë muhaxherë të Sanxhakut të Nishit. Të gjithë? Të gjithë të vendosur në vitin 1913. Po sa mund t'jetë popullsia aty? Po, unë bisedova sa ka, thuhet rreth 7 milion shqiptarë janë me përjardhje. 7 milion shqiptarë në Turqi. Në Turqi? Në Turqi, përgjithësi. Në Turqi. Në Kapjazi, në 16 korrik të çdo viti të bohen fshatarët, dalin në një vend, jo ata vendasit, por edhe miqtë e tyre, ata që janë shpërngul në Ankara, në Istanbul, vinë aty dhe e kanë tradit që të përgatisin gjëra ushqimore traditë shqiptare. Në natyrë, krejt ushqimi i sikurse të ne. Krejt i kishin rujt. Këtë ju apohuan aty? Jo, unë i vetë i shifsha ata. Vajte i shiko? Vetë i shifsha. Pastaj, e mbajta një ligjërat për shqiptarët e Sanxhakut Nishit dhe fillun lojnat popullore. Fillon lojnat? Lojnat. Tërheqja konopit. Përlarja, këtu më përlap si pelivan. Femrat e veshin në lugë ven dhe cila po arrin e para. Dhe shumë hedhjen e gurit. Dhe shumë lojra popullore që sot Kosovë fatkeqësisht nuk janë. Vallën shqiptare e kërcej? Po shumë, ka edhe shoqëri kultur-artistike, sidomos në Bursa, që janë 800.000 shqiptarë. 800.000 shqiptarë? 800.000 shqiptarë janë në treven e Bursës. Ka fshatra
ka fshatra që janë të banuar vetëm me shqiptarë. Gallapi është Do të ketë një ulëmtim të radhës i cili do të personalizoj me prova dhe fakte se sa është numri tyre, si veprohet atje? Unë jam të punuar Je duke këtë drejtim, punuar, kam përgatitur rreth 1500 faqe tekst, po do ta vazhdoj t'i përfshi edhe treva tjera. Tash në Kapjazi, në fund e shpallshin atë, ishin aga i fshatit. Aga i fshatit. E veshin me te vërrobe, aty vërtet so ishte emocionale e dhimshme, por ishte edhe kënaqësi me i pa shqiptar të organizuar. Në këtë formë. Edhe në fshatra tjera, është Jenikëj, të Ajdini, të Izmiri, të gjithë muhagjer shqiptar. Prej trevës së Nishit? Po edhe shumica treves Nishit. Treves Nishit janë ata. Dhe po marrë shënime nga kanar ku janë vendos dhe vujtjet e tyre gjatë debimit. Është një rast shumë i dhimbshëm, është nisur familja me 15 antarë për në Turqi. Po? Nuk ndalet në Turqi, por vazhdon për Siri. Po? Për Siri. Edhe gjatë rrugës në anije që ka zgjatë disa muj, me tren, vdesin antarët e familjes. Në Halep, në Turqi, arrin një djalë 8 vjeçar me nonën e vetë. Në tren të pambuluar. Kur mrin në këtë Damask, Sham o shujt, djali zbresin të gjithë, nona mbetet aty. Djali thot nonës, bretëm nonë, eja se po do, nona kishte vdek. Nga mundimet. Mbetet prej 15 antarëve vetëm një djalë. Si e gjejnë, morrin disa shqiptarë atje në lagjen e shqiptarëve, e rrisin, ai shumë inteligjent shkollohet, arrin që të bëhet një profesor, djelët e tij i shkollon, dhe këtë rrëfim në fund të shkruar ma ka ndërgu prej Siris. E kam botuar në libër. E ke botuar? Kam botuar në libër. Rrëfime ka aq shumë. Nona përshkruan si është dashur që vajzën që i ka vdekur në anije ta hedh në det. Të hedhi trupin e vajzës në det? Vajzës, sepse thot ka ardhur kapiteni i anis dhe na ka tërheq vërejtjen se ka vdek dikush se peshkaqenet po sillen rreth anis. E kanë di se ka trup të vdekur. Ajo tash e hedh vajzën edhe thot gjyshja, se jo nona, gjyshja që i kanë tregu, e thot i mbeten flokët derisa e morën peshkaqent dhe për ta ngrënë. Nuk muj me përshkru. Kush e tregon këtë detaj? Atje e ka marrë. E ke marrë atje? Po, ose në vitin 1915 shqiptarët shkojnë në fshatin Jenikëj, vendosen aty. Pushteti më njëherë i luftan me Rusin, me Armenet, i detyron me shku të luftojnë. Në Kapjazi 76 shqiptarë të ri marrën në luftë. Në luftë Erzum. Dhe në atë luftë 70 pësojnë. Vetëm 6 shpëtojnë, ata kanë vdekur edhe nga toftit edhe nga lufta. Njëni Zeka, rusët e burgosin dhe e çojnë në Rusi. Ai atje rrin burg 1917 kur është revolucioni i tetorit, e lirojnë. Ai tash vjen në arrin disi me një anije tregtare, të arrin Stamboll, prej Stambollit, herë kombër, si ka mundur arrin në shtëpit vetë. Shkon para shtëpisë së tij dhe e takon djalin e vet, nuk e ka njoft. E ka pyeti kujt je? Thot jam i Zekës.
Zeka ishte ai vetë ai personi, po ku e ke nonën? Nona në shtëpi, po me kene është, thot vetë është. Atëherë hynë. Po ka aq shumë momente tradice që kanë përjetu shqiptarët gjatë rrugës, deri kanë arrit, gjatë adaptimit, por vendosjes nuk kanë pas shtëpi, i kanë ndërtu nga balta, nga bosa. Pastaj disa i kanë dërgu edhe në El Aziz, është pjesën ka Kurdistani, atje nga të smundjet e malarjes vdesin shumë shqiptarë. Këtu e në tema aq të dhimbshme që duhet të shënohen, të regjistrohen. Në një fshat Kilis, është në kufi me Sirin, isha para 5-6 mujve. Te personi që u takova, e pyeta çka je? Tha unë jam muhaxher, prej cilit vend? Tha unë jam prebez. Fliste shqip? Jo, nuk dinte shqip, se ishin në kishë të tjerë, nuk dinte shqip. Migja i ti dinte shqip, por ishte i smur, s'mund ta të kontaktoj. Po thot se ka Dragoshe, Bërbatovce, Tihovce, krejt ato fshatra që kanë jetu shqiptarët. Kishin ruajt. Pastaj fshatrat të tjera ku jetojnë shqiptarët, është të Mërzifoni, të në 17 vendbanime janë në Bafra, të gjitha të banuara me shqiptarë. E kanë shoqatën e vetë, Kongë, Valle, të gjithë janë shqiptarë në atref, 17 fshatra, flasin shqip. Adetet dhe zakonet prej fejesat, me mësitni, mirë po ta shtatrit kanë ndryshuar. E këtu të gjitha i kam shënuar. I ke shënuar? I shënu dhe besoj që në vitin tjetër do t'i botoj. Do t'a përfundosh. Në të gjithë këtë rrugtim tuaj me këta njerëz të rinë në jetën tuaj, çfarë momenti do të veçoje? Cila ka qenë ajo ngjarje që ju ka lënë shenjë? Këto të gjitha janë ngjarje shumë të rënda, por ndonjëra që ju ka veçuar në zemër? Po ka shumë. Ka shumë, se në fillim, kur shkoja në një vendbanim, të një familje, ata nuk e dishin qëllimin e... Për çfarë kishit shkuar? Po, kam shkuar. Po, kur e kuptojshin qëllimin tim, ata u hapshin me të gjitha. Fillonin të flisnin. Edhe flisnin për detaje. Ishin të përmalluar për me folë shqip. Në ato vendbanime ku flite ende gjuha shqipe. Mirë po ato që ishin shqiptar nuk e dishin gjuhën shqipe, unë e mërsha përkthysin, e kam pas Qamil Betyqin, në disa herë një Evrem Kaja nga Qervetepe. Flisni në gjuhën atyre. Edhe disa pa përkthys. Emrat e tyre i kishin ruajtur shqiptar? Emrat e tyre? Emrat po, por mbi emrat jo. Se në vitin 1934, qeveria turke bjen ligjin për ndrimin e mbiemrave. Kështu që mbiemrat i kanë të tjerë, por mirë po në familje i kanë rujt muhaxhert mbiemrat e familjeve tyre që kanë pas. Është interesim shumë i madh se tani me krimin e kushteve materiale, ka interesim po intereson nga e kanë prej ardhen, të kontaktojnë me pararësit e tyre, me familjet e tyre që kanë betur në Kosovë, në Maqedoni, ose në Lugin të Preshevës. Janë të interesuar të bëjnë? Shumë të interesuar. Mendon se do t'a kapin, do t'a arrin t'a gjejnë njëri tjetrin? Po, kanë arrit. Unë e kam pas disa raste që kanë dëgjuar, ka thonë, unë jam bajra. Edhe po e pyti ka bajra, thot, prej bajrat i Stogut, unë i thash, ju, nuk, se i ka thonë dikush, familja Bajra në Stog, thash, ju jeni prej fshatit Bajra të Leskovci. Edhe po ja tregoj dëshmit, faktet, edhe
ka kanar qysh kanar u përput me atë çka Çfarë kishte ndëgjuar, ose familjen i Voja. I Voja erdhen prej një fshat, prej një qyteti deti zi Sinop në Bafra kur ndëgjun se kam shkune. Ata mendonin se në t'i Voja s'ka qenë ikër, po i Voja është atje te Leskovci. Ose të tjerë që ju tregoja nga e kanë prej ardhen, si kanë ardhë, ku i kanë të afërmit, dhe kontaktoj me te, edhe shumë raste i kam ndërlidhë. Në Ka njëri ardhë prej tjetrin. një fshati, qeshme, qiflik qeshme, me Gjuan, te une i kom lidh me familjet me Gjuanin si bovës, dhe i kanë gjetë afërmit e Atyre. Pra ju po bëni dhe një mision tjetër kaq të madh, kaq hyjnor dhe kaq, do të thënë njerëzor, sa që po bashkonin familjet me njëri tjetrin. Po është kënaqësinë këtë drejtim. Dhe mua më vjen mirë faktikisht që kemi ende njerëz që mendojnë në këtë formë dhe punojnë në këtë formë. Vullneti po mban, edhe pse në mosh, vullneti po mban, e sidomos këtu temat që jam duke i trajtuar, duke i përgatitur 2 libra, njërin për pronat e shqiptarëve në Sanxhaknishit. Tërë pasuria është tjetërsu, në format të ndryshme. Po ju do keni sjellë një tablo te ky libër me dokumenta dhe fakte? Po me kryesisht dokumenta që i kam pas marrë herët nga arkivat e Serbisë. Besoj se nga ajo që ke hulumtuar je shokuar apo jo? Unë po them që këtë çështje duhet për këtë çështje shqiptarëve në Turqi, por edhe për muhaxherët, pronat e tyre duhet qeveria, organet tona të merren me këtë temë. Se thuhet e drejta për pronën kur nuk vjetërsohet. Nuk i ikën koha kur. Jo, kur ato prona shqiptarët me disa hektar, tër pasurin, tër shtëpin e kanë lënë s'kanë marrë asnjë cent. Kur s'është kompenzuar. Prandaj në rrethonat e tanishme duhet evidencuar me tregu opinionit botëror se shqiptarët janë shtrit deri në vendbanimin katon që e quajnë Mulla e Kuqe dhe janë dëbu me dhe unë, kanë lënë pasurin, tash Serbia po e ka pushtu Kosovën, Kosova fitoi pavarësinë, don ta merr edhe pjesën veriore të Kosovës, e cila ka qenë për herë pjesë e vilajetit Kosovës, pjesë e Kosovës. Vitin 1956, pushteti i Rankovicit ja jep Leshakun me 13 fshatra, mirë po merr disa fshatra ka Presheva, Bujanovci, Karadaku. Nuk është e vërtetë që disat pa informuar, fatkeqësisht edhe politikan, thojnë se veri i Kosovës verin e Kosovës na ka folë Rankovici, nuk qëndron ajo fare. Presheva ka qenë pjesë e vilajetit Kosovës. E shumë gjëra, por duhet konsult, duhet personave kompetent që merren me shumë çështje, jo vetëm të konsultohen nga politikanët disa të gjithdijshëm ose analistët dhe të marrin dëshmi dhe t'i prezentojnë. Fatkeqësisht për krimet e fundit dhe për këto gjëra serb kanë shkruar shumë. Por ajo çka ju ka konvenu atyre. Një shqiptar nga Korça, që ishte vendosur në një fshat gjisi të Kajserit. Kajserit. Ai flet për Shqip, në gjuhën shqipe, vajza e tij ishte profesorece e historisë, ja dhurova edhe një libër, ai ishte mësues, pension, dhe atë natë, unë s'muj me i përshkru, do t'ja dërgoj darsmen që ka marrë pjesën i darsëm, kur ka hyrë dhonri dhe nusja me kongë shqipe. I falshin nusës dhurata, pare, are e tjerë. Une i thash ati,
organizatorit për këthysit, ka me dhënë diçka me dhurue nusës. A pranojnë? Thanë si jo. Unë e pa ta morë plisat bardhë, Po, me shqiponjë. po, Shkove, se isha me një shok, unë ja vura nusës, me ko? ai dhëndrit, e kam të incizuar, edhe ajo pati jahon, pati të ata musafirët, kush janë këta, qka janë, shqiptar, plisi aty. Shqiponja, ishte emocion. Shqiponja, po. Shumë i lanë energie ato dhurata që ja dhurum të tjerë. Tjerët dhe vuri për Po, në kjo qendër dhurata vëmendjes një këto. ples. Këto janë momentet vërtet pa përshkrueshme që po i kom përjetuar.